në episodin e sotëm të Intimitet. Unë jam Denila. Dhe unë jam Marseli. Ne sot do të flasim për një temë që prek shumë çifte, por që shpesh injorohet derisa bëhet një problem serioz. Mospërfillja ose mbyllja emocionale. Mund ta keni hasur edhe si stonewalling, ndoshta për gjithë ata që mund të bëjnë më shumë kërkime në anglisht, por është e rëndësishme të kuptojmë që ky fenomen ndodh kur njëri prej partnerëve shkëputet. Ky fenomen është një sjellje që mund të duket e qetë në fillim, por që mund të krijojë izolim emocional dhe pengesa të mëdha në komunikim. Sot do të shpjegojmë se çfarë është, pse ndodh, si ta njohim dhe si çiftet mund të punojnë së bashku për ta tejkaluar atë. Nga të katër kalorësit, mospërfillja ose mbyllja emocionale është i fundit, por sigurisht jo më pak i rëndësishmi. Të fillojmë me përkufizimin. Marcel, si mund ta përshkruaj mospërfilljen në mënyrë të thjeshtë? Mospërfillja është ashtu siç tingëllon. Në një diskutim ose debat, dëgjuesi tërhiqet nga ndërveprimi, mbyllet dhe shkëputet nga tjetri sepse ndjen se është i tejmbushur emocionalisht dhe fiziologjikisht. Në mënyrë metaforike, ata ndërtojnë një mur rreth vetes dhe partnerit. Për shembull, në një debat ose diskutim që ka emocion, njëri prej partnerëve tërhiqet nga biseda, mbyllet emocionalisht, nuk përgjigjet, shmang kontaktin fizik ose verbal, hesht ose shmang temat. Është një reagim mbrojtjeje, ose kur personi ndihet i mbingarkuar nga emocionet dhe nuk di si të vazhdojë, pa lënduar veten ose marrëdhënien. Pra, nuk është gjithmonë se ai ose ajo nuk do të flasë, por se nuk mund të vazhdojë kur emocionet janë shumë të forta. Në vend që të përballet me çështjen, dikush që përdor mospërfilljen nuk reagon fare, duke përdorur mënyra shmangëse, siç janë mosdëgjimi apo kthimi i shikimit në anën tjetër, ose ndonjëherë mund të shtiret sikur është i zënë, ose ndoshta angazhohet në sjellje obsesive. Zakonisht duhet kohë që negativiteti krijuar nga tre kalorësit e parë të bëhet aq i fortë sa mospërfillja të duket një zgjidhje e kuptueshme, por kur ndodh, ajo shpesh ndërrohet në një zakon. Kur ti po bën çdo përpjekje për të adresuar një problem, qoftë duke u përpjekur të flasësh për diçka që të shqetëson, të shpjegosh ndjenjat e tua rreth një konflikti që vazhdon, apo të përpiqesh të arrish një zgjidhje dhe partneri yt bën sikur ti nuk ekziston, ka shumë gjasa që të arrish në një nivel frustrimi ose zemrimi aq të lartë, saqë edhe ti të shkëputesh psikologjikisht dhe emocionalisht. Të përpiqesh të komunikosh me dikë që sillet në këtë mënyrë mund të jetë shumë zhgënjyese, dhe nëse mospërfillja vazhdon, kjo mund të kthehet edhe në një zemërim ekstrem. Përse ndodh mospërfillja? Ka disa shkaqe kryesore për këtë, të cilat do t'i rreshtoj si më poshtë. Emocionet që shpërthejnë, zemërim, frikë, keqkuptim, pra kur personi ndjen se nuk mund t'i përballojë. Së dyti, historia personale. Njerëz që janë mësuar të mos dëgjohen ose të kritikohen, ose që i kanë mësuar se heshtja është më pak rrezik se sa konflikti direkt. Së treti, konteksti i konfliktit, mënyra si flasim, tonet, pritshmëritë, lidhja emocionale. Dhe së katërti, mungesa e aftësisë për t'u qetësuar, ose mungesa e mekanizmave që të ndihmojnë, në thojza, të ulësh temperaturën. Pra, shpesh mospërfillja mund të jetë një përpjekje për vetmbrojtje, jo domosdoshmërisht për të lënduar partnerin. Por si ndikon në marrëdhënie? Cilat janë ato pasoja që mospërfillja sjell kur nuk adresohen? Ka sërish disa syresh, të cilat janë si vijon. Së pari, distancimi emocional. Partneri që pret përgjigje ndihet i injoruar ose i pavlerë. Së dyti mund të ketë një rritje të tensionit dhe të konflikteve, kur partneri tjetër përpiqet më shumë të tërheqë vëmendjen ose kërkon përgjigje. Së treti, ulje e aftësisë për të zgjidhur problemet në mënyrë kreative. Së katërti, ka një rrezik për mos komunikim të përhershëm ose kundërshtim pasiv. Dhe së pesti, në raste ekstreme, humbje e besimit dhe ndjenja se nuk mund të flasësh me të. Pra, ç'të bëjnë çiftet që kanë këtë model, kur mospërfillja ka filluar të përsëritet? Si fillim, bëj një pushim. Megjithatë, kjo është më e lehtë të thuhet se sa të bëhet. Nëse përpiqesh ta ndalosh debatin dhe të largohesh vetë, partneri yt mund ta interpretojë këtë si një formë edhe më të madhe të mospërfilljes, gjë që mund ta përkeqësojë situatën. Ajo që duhet të bëni është të bini dakord paraprakisht për një mënyrë të përshtatshme për të marrë një pushim. Mendoni për një sinjal neutral që mund ta përdorni në bisedë për t'i treguar njëri tjetrit se dikush po ndihet i mbingarkuar emocionalisht. Ky sinjal mund të jetë një fjalë,
një frazë, një lëvizje fizike ose thjesht ngritja e të dy duarve në pozicionin stop. Krijoni sinjalin tuaj dhe nëse zgjidhni një sinjal qesharak ose paksa të çuditshëm, ndonjëherë vetëm përdorimi i tij mund të ndihmojë në uljen e tensionit. Në të vërtetë nuk ka rëndësi se si duket apo tingëllon kërkesa për një pushim. Për sa kohë që është e respektueshme dhe që të dy pranoni ta njihni atë kur lind nevoja për një pushim. Dhe mbi të gjitha të pranoni ta nderoni atë kërkesë. Pra nëse je ti ai ose ajo që po përdor mospërfilljen dhe po ndihesh i mbi ngarkuar, thuaj që ke nevojë për një pushim duke përdorur sinjalin, fjalën ose frazën për të cilën keni rënë dakord. Tregojini njëri tjetrit kur ndjeheni të pushtuar nga emocionet. Më pas duhet të largohesh dhe të bësh diçka shqetësuese për veten. Ky pushim duhet të zgjasë të paktën 20 minuta pasi aq kohë i duhet trupit tuaj që të qetësohet. Hapi i dytë për të kundërshtuar mospërfilljen është të praktikosh qetësinë fizike. Është thelbësore që gjatë kësaj kohe të shmangësh mendimet e indinjatës së drejtë, që ke në mendjen tënde vazhdimisht. Edhe mendon, s'kam pse ta duroj më këtë. Apo të viktimizohesh, të ndjesh e pafajshme dhe viktim njëkohësisht, për shembull, pse gjithmonë merret me mua. Qëllimi yt është të mos mendosh për situatën apo për partnerin, por të bësh diçka që të ndihmon të qetësohesh. Kur jeni larguar për të pushuar, përpiquni të bëni gjërat që do të ndajmë tani. Imagjino një vend që të bën të ndihesh i qetë dhe i sigurt. Find your happy place. Wow. Gjej atë vendin tënd të lumtur. Jo, m'pëlqen tek filmi, nuk më kujtohet titulli i filmit. Okay. Tek filmi me atë peshkun interesant me Oscar. Nemo. Me Oscarin. Po, është Shark's Tale. Shark's Tale, që është ky shefi i vet i Oscarit, që Oscari e bën gjithmonë të nxehet dhe ai është një peshk që fryhet, edhe ato dy bodyguardëve që thonë, "Shef, find your happy place, find your happy place." Ky është një moment pra imagjino një vend, këtë happy place-in, këtë vendin e lumtur që të bën të ndihesh i qetë dhe i sigurt. Ose kur je i mbushur emocionalisht, i bie ta mendosh veten tënde si një peshk i fryr. Ose ta mendosh veten si një peshk i fryr në një oqean të madh. Imagjino një vend që të bën të ndihesh i qetë dhe i sigurt. Një hapësirë e shenjtë ku asgjë nuk mund të të prek. Mund të jetë një vend që e kujton nga fëmiria, një qoshe e ngrohtë ku lexoje, dhoma jote e vjetër, apo shtëpia e një miku. Mund të jetë edhe një pyll i bukur që ke eksploruar gjatë një udhëtimi. Teksa e imagjinon veten tënde në këtë stre, mund të shijosh paqen mendore që kjo të sjell. Meditimi mbi një vend të tillë të sigurt në imagjinat mund të jetë një pushim i përsosur dhe relaksues nga një bisedë e vështirë. Kur kisha momente të vështira, kur isha fëmijë, gjëja që bëja ishte që shkoja prapa shtëpisë, edhe qëndroja në obor aty. Çfarë ndodh është që tani që jam rritur, kur kam probleme, ndonjëherë, nëse mbyll syt edhe mendoj, më kujtohet i njëjti vend pas shtëpisë, duke qëndruar afër qenit tim, edhe ditët zakonisht me diell. Kjo është mënyra se si unë mund të arratisem ndonjëherë për t'i dhënë pak qetësi mendjes time edhe trupit tim. Po për ty. Unë jam rritur në fshat, edhe kam atë porrojën tim. Aso kohë shumë të madh, po sot jam rritur më duket i vogël. Kam ato pemët ku ngjitesha për të vjel fiq ose për të vjel ulli. Kohën kur kaloja me bashkëmoshatarët e mi duke kapur gjingalla apo duke kapur gjarpërinj. Janë këto momente të jetës time, të fëmirisë time, që kur kthehem pas janë një vend stërhimi, janë një vend i qetë, janë një vend gëzimi dhe më bën të ndihem mirë. Ma merr atë pjesën e pakëndshme të ditës time. Ndaj provoje, në momentin e parë që do ndihesh shumë i mbi ngarkuar për të vazhduar një bisedë, largohu pak. Edhe një ushtrim mund të jetë ky, të kthehesh në ato vendet ku ti vërtet je ndier i lumtur edhe i qetë. Një tjetër mënyrë që mund të të ndihmojë gjatë kohës kur ndihesh i mbi ngarkuar është të ushtrohesh duke u përqendruar tek frymarrja jote. Frymarrja duhet të jetë e thellë, e rregullt dhe e barabartë. Por diçka që nuk duhet të harrojmë është që pasi të jemi qetësuar, pra kemi rënë paraprakisht dakord me partnerin për një, nuk e di, disa minuta, 30 minuta kohë për të qetësuar, pasi të jesh qetësuar duhet të kthehesh në mënyrë që të vazhdosh bisedën që ke lënë. Fakti që ti shkon në këtë happy place-in tënd është të rikthehesh i paqt, i qetë për të zgjidhur përfundimisht atë që keni lënë. Atëherë le të bëjmë një përmbledhje të hapave praktik për cilat kemi diskutuar deri tani. Së pari,
Në vend që të vazhdoni kur dikush është i mbyllur, ndaloni dhe kërkoni një pushim. Pra bini dakord për një sinjal që të kuptohet kur dikush ndihet i mbi ngarkuar. Së dyti, vetë qetësimi i trupit, frymëmarrje të thellë, imagjinati një vendi të qetë, relaksimi i trupit. Së treti, kthimi në një vend të sigurt emocionalisht. Pra mos ta etiketosh partnerin si ti nuk flet, je indiferent, por thuaj kur ndjej se nuk po arrim të komunikojmë. Kjo është e rëndë për mua. Një bisedë më pas, kur të dy jeni të qetë, kur tensioni është ulur, është e rëndësishme të flisni me sinqeritet për atë që ndodhi, atë që ju ndjeni, çfarë ju nevojitet për të ndjerë i dëgjuar. Dhe vendosni rregulla paraprake për konfliktet. Pra, kur ndodh X gjë, ne bëjmë pushim prej të paktën 20 minutash. Ose kur të jemi përfshirë emocionalisht, do përdor sinjalin që ne kemi rënë dakord. Tani do të kalojmë tek një shembull praktik, dialog i imagjinuar. Le të luajmë një mini dialog që mund të zhvillohet mes dy partnerëve. Ndihem sikur nuk më dëgjon, sa herë që dëshiroj të ndaj diçka që më shqetëson me ty, ti vetëm largohesh. Nuk është unë nuk dua të të dëgjoj, më thjesht më mbi ngarkon emocionalisht dhe nuk di si të përgjigjem pa thënë diçka që mund të të lëndoj. Dhe çfarë mund të bëjmë që mos të ndodh kështu? Mund të bijem dakord për një fjalë, pra për një sinjal. Kur ndjej se jam i ngarkuar, do ta përdor këtë sinjal dhe do të marr një pushim për të paktën 20 minutash për të qetësuar. Mirë, dhe pas pushimit, ama duhet të diskutojmë se çfarë ndodhi, çfarë ndjej unë edhe si mos të ndodh sërish. Cilët janë parashikuesit e mospërfilljes apo bllokimit emocional. Ciklet e debateve jo ndërtuese dhe mungesa e shprehjes së afeksionit janë parashikues kryesor të mospërfilljes. Në veçanti kjo lidhet me përdorimin e mospërfilljes si përpjekje për veçetësim ose ulje nervash, por që shpesh përfundon duke pasur efekt të kundërt dhe duke shkaktuar përkeqësim të marrëdhënies. Kur këto cikle bëhen gjithmonë më intensive, ngacmimi që i ndodh trupit fillon të rritet ndjeshëm dhe shfaqen dinamika të tilla si ulje e aftësisë për të përpunuar informacionin. Tek të dy partnerët mund të shfaqet dëgjimi reduktuar, shikim periferik i kufizuar, vështirësi në largimin e vëmendjes nga një qëndrim mbrojtës. Rritja e mbrojtjes. Ulje e aftësisë për zgjidhje kreative të problemeve. Ulje e aftësisë për të dëgjuar dhe për të treguar empati. Burrat janë vazhdimisht më të prirur të përdorin mospërfilljen se sa gratë. Ata tërhiqen emocionalisht nga diskutimet e konfliktit, ndërsa gratë mbeten emocionalisht të përfshira. 85% e personave që shfaqnin mospërfilljen e studimet e Love Lab ishin burra. Kur gratë përdorin mospërfilljen, ky është një tregues shumë i fortë i divorcit. Burrat kanë më shumë gjasa të përsërisin mendime që ruajnë stresin, gjë që mund të zgjas gjendjen e tyre të tensionuar fiziologjikisht dhe vigjilencën e tepruar. Kjo shpesh shkakton që partnerët e tyre të reagojnë më ashpër derisa të arrijnë të dy në një pikë shkëputjeje dhe shmangjeje emocionale. Ja vlen ta sqarojmë vetëm pak sekonda këtë pjesën se përse burrat e ruajnë atë stresin më gjatë se sa gratë. Është për shkak se burrat, ndryshe nga gratë, nuk parandajnë me njëri tjetrin. Mospërfillja e burrave është shumë shqetësuese për gratë, duke rritur ngacmimin e tyre fizik. Për shembull, mund të shfaqen rraje më të shpejta të zemrës dhe duke intensifikuar përpjekjen e tyre për ta trajtuar çështjen. Marcel, përpara se të përfundojmë, cilat janë sugjerimet që dëshiron të lëmë dëgjuesve tanë? Në përmbledhje të gjithë kësaj që diskutuam, mospërfillja është e dëmshme, por ja një rregull i mirë për të ndjekur. Kur ju të dy jeni në konflikt dhe njëri prej jush shkëputet, atëherë bini dakord të merrni një pushim. Me fjalë të tjera, kur fillon mospërfillja, ndaloni. Përpjekjet për ta vazhduar debatin nuk do të sjellin përparim produktiv për asnjërin prej jush. Përkundrazi, do ta intensifikojnë konfliktin dhe shqetësimin emocional të përbashkët. Ne besojmë se marrja e një pushimi të tillë është shumë e rëndësishme. Ky është një ushtrim që këshilluesit e përfshin në seksionin e zgjidhjes së konflikteve. Kur çiftet qetësohen vetë, ata bëhen më të aftë të punojnë mbi konfliktet e tyre si një ekip, edhe jo si kundërshtar. Personalisht më shqetëson shumë momenti kur tërhiqem në dhomën time, lutem edhe lexoj Biblën. Aty vetëm me Zotin zemra ime gjen qetësi. Aftësia për të shqetësuar veten është një nga shkathtësitë më të rëndësishme që mund të mësoni. Praktikimi i saj mund t'ju ndihmojë jo vetëm në marrëdhëniet romantike, por edhe në të gjitha fushat e tjera të jetës. Marcel, të falenderoj për këtë bisedë, për mendimin tim shumë të rëndësishme. Shpresoj që ky episod të ketë ndihmuar çifte që po përjetojnë mospërfilljen
ose që duan ta parandalojnë atë. Nëse vini re ndonjëherë që ndiheni të mbyllur emocionalisht ose shikoni që partneri juaj po tërhiqet larg jush, mos harroni. Merrni një kohë për të pushuar, për të vetë qetësuar dhe për të biseduar pas qetësimit. Mos harroni se nëse ju dhe partneri juaj po kaloni vështirësi dhe keni nevojë për dikë që t'ju dëgjojë, jemi këtu. Mund na kontaktoni në WhatsApp në numrin 069 630 16 34. Po ashtu mund na gjeni edhe në rrjetet sociale në Facebook me emrin Netcast. Ju lutem kontaktoni për çdo pyetje, paqartësi apo informacion dhe do t'jemi pranë jush. Ju përshëndesim dhe mirë dëgjofshim.